Po, unë jam Safa edhe për momentin jetoj në Taiwan, në Taipei, në kryeshtetin e Taiwanit domethënë. Këtu jetoj që 2 vjet e gjys, edhe kam marrë si bursiste për me studiu një deg master në National Chengchi University, që i vjen Universiteti për Politika, në International Studies. Është një program internacional i masterit për International Studies. Edhe pas studimeve, vetë si jam punësu këtu dhe punoj me British Council të Taiwanit, edhe jetoj këtu më pëlqen shumë si vend, edhe mësoj për këtë kulturë edhe kështu. Po, qysh është eksperienca në Taiwan, Safa, me qenë për shkak se nuk besoj, a ka shqiptar atje? Nduket se nuk je si këto vendet, po? Sipas dijenisë tem, prej Kosovës jam veç unë. Apo? E prej Shqipërisë, sipas statistikave se Ministria e Punëve të Brendshme të Taiwanit, ose Agjensioni për Imigracion, publikojnë statistika zakonisht, edhe prej Shqipërisë që janë 5 veta në krejt Taiwanit, edhe prej Kosovës është një. Aha, e që je ti? Që jo nuk ka shqiptar. Po. Sa interesant. Çfarë ndjesi është me ditë veten që je vetëm e Kosovës atje? Pa interesant, dhe zakonisht shoqënia bojnë ajgare, thonë që wow, pe njohëm veç njërin e vetëm prej Kosovës në Taiwan. Kështu që po, ka njerë mundet me konë pak ki nevojë nashta me folë me dikon popullit tonë ose kombit tonë, mirë po ditë po edhe interesant. Po. A jetë ndjenje mikse. Po, pe kuptoj. A je taku ndonjëherë me ata shqiptarët e Shqipërisë që i ke pas që jenë atje? A ke pas rast? Jom taku me 2, kanë qenë studenta për gjuhë kineze, kanë arë mësu gjuhën kineze, me po tash janë në një qytet tjetër, në jug Taiwanit, që ka emrin Kaohsiung, kështu që në Taipei jo. Aha, okej. Çka është specifike në Taiwan, Safa? Çka është specifike në Taiwan? E para, ndoshta statusi pak a shumë i ngjashëm ndërkombëtar me Kosovën. Edhe Taiwani është shtet i pavarur, mirë po ju shumë i njohur ndërkombëtarisht, edhe ka shumë pak marrëdhënie diplomatike zyrtare. Njëjtë edhe nuk është pjesë e OKB-s sikur Kosova, kështu që gjithmonë e ngjallin atë kompozitetin, a është Taiwan, a është Kinë. Mirë po është shtet ishull, edhe kjo e bën shumë interesant, edhe pse këta e konsiderojnë vend shumë vogël, po në krahasim me Kosovën është 4 herë më i madh se Kosova. Edhe sipas eksperiencës tem, edhe pse është një vend i vogël, po me njerëz shumë të mirë, edhe me shumë liri, edhe të shprehurit edhe të besimit, edhe me një kulturë shumë të mirë që deri tash unë kam mësuar shumë gjëra. Kështu që besoj që kjo bën toleranca shumë e madhe dhe një lloj secili grup në një farë mënyre bashkëton me njëri tjetrin pa problem. Po, e përmende kulturën e Taiwanit, Safa. Çka kishe specifiku te kultura aty në diçka të mirë? Diçka të mirë te kultura e Taiwanit, po nashta e para janë shumë njerëz diligjent, çka ka shumë me vrejt, sidomos në aktivitet fizik, ose në punë, ose është shumë normale, ka rast që kam ndajt në xhami për me falë namazin e sabahut, edhe verës ka përfundu namazin nashta pak para 5-ve në mëngjes, edhe xhamia e Taipeit ka një park, në parkun më të madh Taipeit përballë, edhe zakonisht është i mbushur me njerëz në atë kohë, që kanë të bëjnë fizik, është një vend shumë i hershëm, edhe shumë kulturë, gjithçka funksionon shumë lehtë edhe pa problem, edhe është një vend efikas, kisha mujt me thonën, edhe populli vet janë shumë efikas. Nuk asnjëherë nuk e kam gjetë veten në asnjë pozitë ku qoftë kur kam pas punë administrative ose në universitet ose me njerëz tjerë, me u kështjell ose zakonisht gjithçka ka shku shumë smooth, që thojnë anglisht, sepse si kulturë shumë i kushtojnë rëndësi efikasitetit. Edhe
ndërgjegjes publike. Dhe kjo është një plus shumë i madh për Tajvanin. Zakonisht secili ka atë mendsinë kolektive. Jo, domethënë me rujtën edhe ambientin, me rujtën edhe rrethin ku jeton, edhe jo me mendu veç për veten tonë si individ, po gjithmonë me pasën anën kolektive në mendje.